Ronaldi, student i gazetarisë këtë fakultet, edhe jam i sigurt që shumica nga ju na kanë parë, si themi, një grup për 20-30 studentësh çdo ditë këtu në fakultet. Dhe nuk kemi qenë vetëm një grup djemsh ose si themi, një grup huliganësh që na etiketojnë, por kemi pasur me vete edhe vajza. Kemi pasur shumë vajza që na kanë mbështetur edhe ne kanë bashkuar. Kryesisht vajza. Dhe kam menduar që t'ja u përkushtoj edhe një fjalim ose një fjalë vajzave. Sepse kanë kaluar shumë kohë që nga 4 vjetori që kur nisën këto protesta dhe ky bojkot masiv, edhe përveç faktit që kjo rezistencë nuk kanë dalë, nuk kanë ditur të ndalë as vajzat, që kanë qenë, si themi, shpirti i kësaj lëvizje studentore. Vajzat nuk kanë ditur të ndalen që nga viti 2014, që kur ka filluar të hidhet si debat ligji i arsimit të lartë, kanë dalë në protestë në 2014, në 2015 dhe kanë artikuluar shumë mirë dhe mjaft pasur se ky ligj i arsimit ishte shkatrimi i universiteteve shqiptare. Shumë nga ju ndoshta e mbani mend historinë e salsës në kokën e ish-ministres Lindita Nikola. Ishte pikërisht një vajzë që e kreu këtë akt simbolik. Ishte Mirela, një studente e asaj kohe FSHN-s, që i tregoi ministres se që atëherë ne kemi qenë kundër aktiviteteve farë që bëshin me studentët. Atëkohë organizoi një summit studentësh për të diskutuar, për që thjesht ishin fjalë boshe siç vazhdojnë të gjën edhe tani. Protestat e vazhdueshme për arsimin kanë pas pjesëmarrje më të lartë vajzash se sa djemsh, dhe kjo duhet të kësuar. Artikulimi ka qenë përveç se shumë i fuqishëm dhe i duhur, ka qenë këto vajza kanë bërë artikulimin edhe më të ëmbël, si themi, për të përcjellë. Në 22 tetor në vitet kaluar, nuk e di nëse e mbani mend, ishte pikërisht prapë kryeministri që doli një deklaratë në hotelin Sheraton dhe ishin dy vajza, Arbiona dhe Albina, që ndërprejnë situatën dhe pikërisht në atë moment mendoj unë se ka lindur gjithçka, u lind etiketimi ngelës, që nga i moment na thanë ja se do jenë ca ngelsa që duan të prishin takime. U bë një protestë në 22 nëntor, që gjithashtu ndoshta jo me një numër masiv studentësh, por që edhe atë e konsideroj edhe ndoshta edhe një fillim i këtij hapi të madh që ndërmorën. Edhe në atë protestë vajzat ishin shumë më shumë se sa djemtë. Pas fillimit që nga 4 vjetori ne kemi parë përsëri vajzat që i dhanë një fytyrë tjetër kësaj proteste me pankarta dhe me mesazhe të veçanta. Kemi parë vajza me megafon në duar në këngëngjellat e ministrisë, me paraqitjen për televizion duke pasur një artikulim shumë fuqishëm. Pastaj për të ardhur këtu te bojkoti jon në fakultet, vajzat si Manjola, Arbiona, Klodiana, Esma, gjithë këtu kanë qenë për ditë për të mbushur mendjen gjithë studentëve që tentonin të hyjnë në mësim se pse duhet bojkotonin dhe pse kjo ishte e drejta jonë. Jam i sigurt se këto vajza nuk e bëjnë vetëm për veten, po e bëjnë edhe për ato vajzat që vinë pas. Se ne e dimë që në Shqipëri, qoftë për kushte ekonomike, qoftë për një moral caktuar në disa zona të Shqipërisë, shumë vajza nuk kanë pasur mundësinë të vazhdojnë shkollimin. Edhe unë luftoj edhe për veten time, për motrat e mia, ndonë se motra ime e madhe nuk e pati mundësinë për shkak të gjendjes ekonomike të vazhdonte arsimin e lartë, unë luftoj për motrën time të vogël që më ndjen nga pas. Dua që ky arsim të bëhet i arrirë dhe i përshtatshëm, se edhe motra ime si kudo në vendet e botës edhe ajo të kryejë një arsim dhe për të mos u në përkëmbur siç shumica nga ne dimë që bëhen vajzat pa arsim, sepse gjithë e dinë se këtë shoqëri nuk e bëjnë vetëm burrat, më shumë të e bëjnë gratë dhe vajzat e arsimuara. Dhe pikërisht këtë fjalim ja dedikova vajzave, sepse ja dedikoj se vajzat janë, unë mendoj se vajzat janë fuqia e këtij vendi, dhe them për arsimin dhe për të ardhmen e vendit tonë dhe të vajzave të vendit tonë.